Çfarë do të ndodh me çmimin e naftës në Shqipëri? Do të ngrihet apo do të ulet? A do të jetë i përballueshëm apo do të kthehet një problem për shoqërinë shqiptare? Këto ishin pyetjet më të zakonshme dhe më frekuente që mora gjatë gjithë ditës djeshme. Në fakt qelloi që dje në mbrëmje në emision një ekonomist me profesion bëri një llogari të naftës në Shqipëri. Sipas llogarisë saj që po e shihni, nafta mbri në portin e Durrësit me 87 lekë. Ndërkohë asaj i shtohet 40 lek taksa aksiza, taksa e qarkullimit 27 lek, nga 3 lek taks karboni dhe tarifa tjera, markim skanim, ndërkohë taksat fikse janë 73 lek. Këtyre ju shtohet 14.6% TVSH-ja mbi taksën fikse dhe thuajse 17 lek TVSH mbi produksionin. Në fund taksat janë 105 lek, ndërkohë që nafta vet kushton 87 lek. Totali i naftës në Durrës është 192 lek në momentin që shkon për në treg. Por nuk është vetëm kaq, sepse asaj shtohen edhe disa tarifa tjera që ishin llogaritur, si rilicencimi, taksa lokale, kosto magazinimit, punonjësit, transportin, pikat e karburantit, plus fitimi. Pra afro 200 lek nafta shkon për momentin në kosto në Shqipëri. Çfarë do thotë kjo? Kjo do thotë që shumë shpejt, në qoftë se do të kemi këtë çmim nafte dhe në qoftë se do ndjekësh mediat ndërkombëtare dhe ekspertët kanë frikë se çmimi i naftës do vazhdojë të rritet për fuqi, rrezikon që të mos jetë problem vetëm lëvizja dhe karburanti i makinave, por të jenë problem edhe thuajse 107 aktivitete që varen nga nafta, pra që drejt për drejt ndikohen nga çmimi i naftës. Kjo mund të rrisë koston jo vetëm transportit makinave, por edhe koston e jetesës për çdo qytetar.